bien mbrëmja gradualisht. Shpresoj që shiu mos na penalizojë live streamin. Nëse bie shi jemi të detyruar të ndërpres live streamin, kështu që të shohim. Dhe pak e afrohen qendrës. Shiu po fillon të jeti filloi shiu mirë të shi, së morën as çadrën në vete. Shëndetje. Kemi temën e Krishtinëve dhe vitit të ri. Siç duhet këtu poshtë kemi parkimin e taksor, gjë e mirë kjo. Ka filluar shiu këtu në Fier. Në edhe kamera kryer pak veshje, ndjes, do ta pastroj pak. Ju kërkoj ndjes për këtë. Për gjithë ato që kanë hyrë rishtas në kanal dhe po na ndjekin, ju them që jam në Fier dhe po bëj një video këtu live stream.
Shpresoj që cilësia e figurës të jetë e mirë, sepse jam në rrjetin e kartës SIM, kështu që mund të ketë edhe probleme në transmetim. Shpresoj që ju të shikoni pastër figurën. Pas ka fare komente për Firin. Shikuesit thjesht na ndjekin, nuk futen në chat. Ju ftoj që të komentoni diçka. Shumë shi. Po, shumë bukur është. Shumë bukur, po na filloi shiu. Beso, të përshëndes Besnir. Shiu filloi me intensitet, kështu që jam detyruar që ndaj pak këtu. Shpresoj të pushoj. Ndërkohë po pastroj pak kamerën sepse është lagur shumë nga shiu intensiv. Ndjes, gjithsesi shi bie. Po i dejet, ashtu është. Po është problem për mua që lëviz, sepse në lagën pajisjet dhe këto pajisjet elektronike kanë shumë problem pjesën e lagështirës. Një si për mbi ur. persona, 84 persona që në ndjekin. Ja vlen të lagësht shi për këtë numër rekord ndjekësish. Ju falenderoj shumë. Numër rekord ndjekësish. Në Korç vajta gati 80 persona që më ndoqën direkt në transmetim, por transmetimi i Firit e përmbysi atë rekord, kështu që them faleminderit gjithëve. Në
Tani jam sipër Urës. Edhe po mundon bëj një kalim këtu për t'ju dhënë një panoramë sa më të bukur. Mos gaboj lumi Gjallica, mos gaboj Gjanica. Nuk jam i saktë, okay? Kërkoj ndjes. Kjo është qyteti i Fierit. Ka planifikuar që bëj një video më të mirë këtu, por kushtet atmosferike më penalizuan. Kisha dhe dronin me vete, që të bëj pa me dron, cilat janë pamundura me këtë kohë të keqe. Po më pëlqen, edhe ky filmim më pëlqen. Tani do duhet pastroj pak kamerën sepse shiu ka bërë të vetëm, do më falni. Tani besoj se shikoni me pasër. Rekord shikuesësh. Për këtë më vjen mirë sepse më motivon që unë të bëj video tjera. Shpresoj që të futeni në chat, në komente, të komentoni aktualisht në videon. Leva duhet lëviz sepse video bëhet monotone nëse do rri ngulur edhe në një vend, kështu që jam i detyruar të lëviz. Ura fantastike. Tani të respektuar pak edhe fansat. Të bëj një panoramin të edhe të bëj një selfie vetë së këti. Një sekund. Në mbrëma dhe ju përshëndes gjithë ku do që jeni. Papjeri shiu bën të vetën. Faleminderit Leonard, përshëndes. Ju përshëndes gjithë fansat e mi, ku do që ndodhen. Ju uroj të gjithë të gëzuar festën. Do doja nga dikush të më shkruante si duket cilësia e videos në transmetim, sepse unë jam në live stream dhe rrjeti shpeshherë krijon probleme në karta SIM. Kështu do doja të shikoja të gjitha rrethet e Shqipërisë. Ja. Sistem, gjelbërim. Shikoni vetë. Ja, ku janë dhe koshat. Kosh këtu. Kosh këtu, koshat i matan. Kështu duhet të jenë gjithmonë. Përshëndetje Leonard. Po, faleminderit. Leonardi është një miku im nga Lushnja, i cili banon në Itali. Punon atje operator në një televizion. Gjithashtu Leonardi ka një kanal në YouTube, i cili bën shpeshherë video si punon meje. Mund ta ndiqni kanalin e Leonardit. Ka shumë punime cilësore në formatin 4K, Ultra High Definition. Në 170 persona që më ndjekin direkt. Në pa parë. Po Arnold Bala, faleminderit. Përshëndes. Dhe bëhet qevi që cilësia e transmetimit është e mirë. Do doja që ju ta shikoni videon më pastër.
Besni Scout, përshëndes shokujnë. Endrit Pashaj, faleminderit, përshëndes. Doli një ferak. Po shqyqyr që doli një herë nga fjeri. Leva faleminderit gjithashtu, përshëndes. Uroj ty dhe të gjithë miqjet e mi që më ndjekin gëzuar festat. Të kalojnë sa më bukur me të afërmit dhe të dashurit e tyre. Sa për informacion, unë jam pa çadër fare, çadër në harrova te makina. E bleva në lushin e çadër dhe harrova atje. Kështu është kur nxiton. Po Leonard, faleminderit. Realisht am nga CE, realisht fjeri me bukur, pa diskutim. Endrit nuk e disa do mundem, sepse po e them për disa të herë, unë jam në rrugë, jam në shi, nuk po duhet të ndërpres transmetimin, sepse po duhet të respektoj fansat e mi, që kam një qenë në fansa live stream të shi. Por e kam pamundur, shiu është shumë i madh, çadër s'kam. Stacioni, anë. Uj. Po ju them edhe një herë atyre që kanë ardhur rishta si kanal. Mirë mbrëma, ju selini. Më duhet të vitoj pak që të kthehem tek çadra. Telefoni është waterproof, por kam problemin e gimbal, sepse gjithçka mund ta dëmtoj. Ndjes për librimin e figurës, po unë jam duke të rëpullet. Tani më erdhe dhe mua çadra, kështu që të 60 persona. Më falin nëse nuk i përgjigjem gjithë të komentet, sepse komentet ikin shumë shpejt, unë jam me një dorë tash, një dorë kam çadrën, një dorë kam kamerën, kështu që Mbaj pasoj për kamerën. Të marrim çadrën.
Falni sepse duhet pastroj pak kamerën, ndjes. Do shkoj një te ura. Sërish, sepse duhet bëj një panoramë qytetit nga lart. Rekord shikueshmërie 285 persona. Ju falenderoj të gjithëve. Shikoni sa bukur. Për ata që vinë rishtas dhe po na ndjekin në live stream, ndodhem në qytetin e Firit. Përshëndetje Pytim, faleminderit. Bobit lutem. Faleminderit Hajri. Pjesa negative që e kam theksuar gjithmonë janë turbacionet që lihen sipër. Ja. Mbase këto janë vendosur vetëm për pjesën e dekorit, të paranoshme këtë, sepse përfundojnë festimet, tela do hiqen, por do doj që po ishin toksore. Themi neve nga në tonat për 5 pare spec. Nikot, përshëndes, faleminderit. Po pra, e theksova. Tash janë vetëm për dritat, por dritat do duhen çdo vit, do duhen në shumë festa të ndryshme. Kështu që mendoj që nëse do ishte kanalizimi në toksor, ai është, sepse është shumë kollaj për të bërë, por mendoj që vetëm për atë gjë është lënë për gjë, domethënë kjo. Ja. Besoj se do shkojmë 300 persona në live stream. Tani do të bëj një panoramë këtej. Nuk e di pse mbaj pak çadrën. Nuk e di pse kjo ura këtu nuk ka drita. Mos gaboj, që ka patur drita. Nuk e di pse tani nuk ka drita. Do ishte gjë e bukur që kishte drita edhe pjesa urës poshtë, po edhe pjesa e kulmit që është kjo, pjesa vertikale e këmbëve, ose kavot që mbajnë këmbët e urës që mbajnë ato. Kishin drita do ishte fantastike. Çfarë ka Europa më shumë? Më thoni. Ja. Lejgjëve jërë. Përshëndes. Erdha thjesht mënyrë spontane këtu, por shikoj që djegësit e preferojnë këtë video, kështu që unë po vazhdoj live streaming pavarësisht kushteve të vështira atmosferike në shi.
doja komente nga ju cilin qytet do dëshironi të shikoni në videon e radhës. Plani im është për Beratin. Besoj nesër. Mund të komentoni, mund të sillni mendimin tuaj ose preferencën tuaj për qytetin që do doni të shihni në live stream. Po, e thash pa ulën Beratin do bëhet. Sigurisht ama, janë shumë relaksuese. Në strug, pasi të hapen kufik mirë, pasi tiki ky Covid i mallkuar. Më falni se kaluam kishën, nëse shiket kishën. Po. Më falni po kthehem pak sepse rrova të bëj një panoramë kishës. Do Berat do shkoj patjetër, do shkoj nesër në Berat. Ndjes se po kthehem pak. Do doja të fokusoja pak pjesën e kishës, se më pëlqen shumë ky në fut. Paolo, për pak dësharrova, sepse jam dhe duke lexuar komentet, edhe duke shikuar rrugën, edhe zonën nuk e njoh, them të drejtën, kështu që dësharova pa e filmuar. Urdhëro. Sa baterika? Kam dhe halë në baterijë? Kemi në baterijë. Hajër, e uroj, edhe e pres që Shqipëria të bëhet akoma më e bukur. Do doja që politika mendonte më tepër për shqiptarët, t'ia bëjë jetën më të bukur. Paktën me investimet publike paka shumë si investimet janë bërë përfire. Nëse ju pyes cili qytet është më i bukur në Shqipëri, cili do të ishte komenti juaj, dhe nuk është politik këtu. Shkodra. Pra, pyetja ime është kush është qyteti sipas jush qyteti më i bukur në Shqipëri? Do doja të shkoja tutje tek pjesa aty më tonë, por nuk do shkoj sepse doja të ktheja djathtas. Kemi dhe një urgjencë, respekt për personelin shëndetësor, të cilët janë herojë tanë. Este Vitória Madre. Vitória Madre. Drejt? Drejt. Drejt,
Tek pallati që është në ballë aty. Të tema drejt fare. Faleminderit. Të bëni këtë? Se në të pjesa e lundit. Persona në ndjekin. Ju them mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Të bëj një sugjerim, kush nuk ka bërë subscribe në kanal, të bëj subscribe, të ndjeki punimet tona që bëjmë aty në kanalin tonë në YouTube. Sigurisht, nëse dëshironi shumë shi profir, unë do t'i bëj gjitha qytetet brenda mundësive, do t'i bëj video të gjitha qyteteve, kështu që ju sugjeroj që të bëni subscribe në kanalin tim YouTube. Aty ka shumë punime të tjera që unë i kam bërë prej kohësh, por tashme unë do të djek një strategjin tjetër që do t'i bëj videot në live stream, sepse dua të jem në kontakt në të drejt për drejt me fansat. Uj është, uj. Uj është, la uj, po refleksi dritave ndoshta, nuk e di. është uj. Nuk e di këtë pjesë. Për ato që sapo janë futur në live stream, i them që ky është qyteti i Thierit. Ne kemi ardhur këtu për të bërë një video për ndjekësit tanë në kanalin tim tonë në YouTube. Faleminderit, meriton, përshëndes. Përshëndetje. I am Bedford. Wake up to take something? Take it. Kjo është ide e bukur. Tu kemi sheshin, poshtë kemi parkimin në toksor. Është gjë e mirë për udhëtarët sepse gjithmonë në Shqipëri nuk vjen parkim. Është problem me parkimit.
Shëtitoria e madhe do dojmë është ashtu, apo këtu. Te shikojmë shumë drita. Nuk e di. Majtës apo djathës. Mbosha shaj aty më tanë. Më falë. Shëtitoria e madhe, shëtitoria e madhe. Është kjo vazhdon kjo? Vazhdon në ndërë drejt, rruga ndërë më tanë. Ajo, më tanë. Faleminderit. Në mesit. Në mes. Faleminderit. Faleminderit, Janis. Shëndes. Sipas ndihemrit. Do t'jesh në Greqi. Petrit Simoni, faleminderit. Shumica këtyre që kanë bërë komente sot janë fansa të rinj, që do thotë që nuk janë ndjekës të kanalit, kështu që do t'i ftoja të bëni subscribe në kanal, të ndjekur gjithmonë punimet tona. Kjo është xhamia. Me insistim Paolo na kërkoi disa herë filimin e saj, unë nuk e dija vendodhjen, por pyeta dikë dhe e gjeta. Po Bledi Firak, faleminderit shumë për info. Fantastike, këtë kërkoja. Bledi, shumë faleminderit. Kjo që ka fantastike më rrugë, mos. Shikoj. Këtë kërkova. Ja dhe fëmijët me skuter. Po e kthej një herë Majtas për arsye që ta shikojnë pjesën Majtas, sepse unë nuk do shkoj tutje më, do kthehem vetëm djathtas. Këtë rrugicë po kërkoja. Po pse s'më themër Paolo që kjo pedonali është afër kishës, ngjitur me kishën. Respekt për 270 persona që na ndjekin në live stream. Ju falenderoj të gjithë. Viktor, përshëndes. Mirë se erdhe. Është dhe një panoram të vogël pak këtu. Do të thonë unë isha aty pas këtij objekti, edhe ky objekti nuk më lejonte që unë të shikoja pjesën e pedonales. Ndaj unë nuk orientohesha për ta gjetur këtë rrugicën, por tashmë e gjeta. Dhe ishte shumë gjinama se kisha filmuar këtë pjesën. Tani unë këtë rrugën do të përshkruaj pas pak, sepse do fotem pak nga krahu i Majt. Këtë kërkoja unë. Ja ku është. Faleminderit Noise Dervishi, Noside, më fal. Noside Dervishi, respekt. Faleminderit shumë. Ja shatë Ivani. 282 persona. Ju falenderoj pa mas që jeni në transmitimin tim, në live stream. Davide, po. E them po. Është në bukur.
Për shembull, këto shtrevan këtu të funksionojnë 10 ditën. Pa ola respekt. Këtë ku fik, nuk e di. Është automatizuar apo ku fik si gjithmonë në Shqipëri, po. Ndalon kjo, fillon kjo. Okej, fantastike. Shumë bukur. Po pra, shumë pak nuk hedhen lart. Në të bëj një plan në sipër. Po hidi pak në sipër. Që të duket më mirë. Jo, ashtu. Kalosh bukur. Po, nësi të dervishi, unë jam videomaker, bëj video, kështu, video të ndryshme. Dhe erdha për të bërë një video këtu në Fier. Kemi dhe një objekt i cili është për afërt i ngjashëm me atë që gjendet në Paris. Gjë e bukur. Tani do futemi tek parku. Shikojmë që ka drita. Gjithashtu dhe gjelbërimi nuk mungon. $275 persona, 280. Të gjithë shikuesit që më ndjekin, më motivojnë që unë të vazhdoj të filmoj akoma më tepër. Nuk e di sa u bë live streami, 1 orë 42 minuta që më bëj transmetimin live. Respekt për gjithë ju. Rexhelima, po si jashtë shtetit tamam. Altin e theksova edhe më parë. Ndoshta e ke hyrë tash në live stream. Ndoshta e ke hyrë tani, po unë e theksova më parë që në periferi sigurisht ka probleme. Jo në Fier. Ka probleme edhe në Paris. Edhe Milano, edhe kudo ka probleme, por kur gjërat janë rregulluar, ne duhet i shfaqim siç janë. Nëse do ishte një video montuar, okej, mund të thojë që po filmoj vetëm pjesë të bukura, po unë po filmoj në mënyrë të vazhdueshme, kështu që gjërat negative i kem fillim të videos. Bateria 10%. Dhe këtu, shëtërivan është? Jeshtë premë shumë. Po Gjavalin, si që janë. Kjo të vjen qeller? Po. Vjen qeller? Ndaj, natë një.
Me duket se lestrimi ka pak ngecje. Shpresoj ta shikoni pastër. Respekte Paulo, shumë faleminderit për komentet e shumta që ke bërë sonte. Tani unë do të vazhdoj pak këtë pjesën e pedonales, sepse edhe bateria po shkon drejt fundit. Nuk kam marrë as power banku me vete, sepse nuk mendova që do vazhdoja kaq gjatë. Për mendimin tim personal, kjo që ka pjesa më e bukur e firit. A granademi jo, nasën jo, isha vetëm në qendër. Sepse shiu më penalizoi edhe këtu mezi kam filmuar në veshësi. Ishte shumë shi. Kështu që kam filmuar vetëm pjesën e qendrës. Nuk munda do të kaloj në nazë. Por në vazhdim, ditë tjera do vinë, kështu që do bëj vite tjera. Questa è veranda, passa per una testa. Të merë pas pak. Kush është zhupani, se unë nuk e di. Gjovalin Nikola, faleminderit. Po, do t'i bëj shumë qytete. Do jenë në kanalin tim YouTube. Ke edhe shumë qytete të tjera që unë i kam bërë më parë. I ke aty. Kështu që mund ta vizitosh kanalin, ke shumë qytete të Shqipërisë. Mund të them që ke thujse gjithë Shqipërinë aty. Duke filluar që nga Falbona, Tropoja, deri në Sarand. Nuk kam qenë në Ersek, aty nuk kam bërë video. E kam planifikuar për të shkuar, por mendoj që do shkoj në maj. Sepse do doja që të kishte gjelbërim aty. Shpresoj që cilësia e transmetimit jetë e mirë, sepse jam me rrjetin e telefonit celulare, kështu që mund të ketë edhe ngecje. Po shkojmë rreth 1 orë e 50 minuta transmetim direkt. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video.
Në fillim unë pata vështirësi sepse shiu penalizoi ngela, nuk lëvizja dot se s'kisha marrë çadrën me vete. Por besoj se e rikuperova kohën edhe i bëra ato filmime që kisha planifikuar. Nuk e di orën Paolo, por besoj do jem pas dite aty, sepse dua të filmoj darkën. Megjithëse do shkoj, do filmoj dritat. Besoj se këto janë shatërvan, por janë offline. Ndryshimet janë radikale, por janë disa gjëra që nuk funksionojnë, nuk e di për inerci, nuk e di. Ja, nëse këto shatërvan do funksiononin, kjo do ishte pamje mrekullueshme. Paolo Beratin e kam filmuar ke kanalin tim në YouTube. Mund të shkruash Albert Vaja, Berat, edhe do dalë video e Beratit të gjithë. Por nesër do bëj video tjetër. Do bëj video me dritat festive. Ja, por, këtu tani e kam skemen e qartë, këtu ka qenë globi i famshëm. Unë nëpërmjet globit do doja të shkoja tek pjesa e Donales, e cila është në krahun e djathtë, por nuk po orientosha, kështu që globi ishte hequr. Tashmë misioni u krye. Mendoj që edhe rrugica drejt do të jetë shumë e bukur, por unë nuk kam shumë bateri në telefon, kështu që edhe pak edhe do më duhet që ta ndërpres transmetimin. Megjithatë, po vazhdoj pak drejt. Po pra që si dhe aso se dhja që globi nuk ekzistonte, por ja që u zithë dhe kjo dilem, Shtatë% bateria.
Përfitoj pak për të filmuar sa më shumë, sepse edhe bateri nuk kam. Shëndetje Samuel Dervishi, mirë se erdhe. Këto plakat tregojnë që këtu po punohet. Gjë e mirë. Këtu do bëhen punime. Në plaka betoni mendoj që janë një cilësi të mirë, siç e shikojnë. Këto plakat e vogla që janë ato lëvizin, kur ka shi, kur ka ujë ato lëvizin. Kështu që kjo është plakë e madhe dhe zëvend. Shumë mirë që bëhet me këtë. Kjo është afro. Po. Bicikleta e. Do doja që të qipsha pak tek pjesa e mesit, në mënyrë që filmimit më pasuron të dy krahët e rrugës. Shohim nëse do mundem. Ka trafik, kështu që Altini, lutem komente mos ofendoni njëri tjetrin, sepse nuk është e mirë për chatin. Unë jam duke bërë një video në qytetin e Firit, kështu që nuk jam duke bërë video as promocion as gjë. Të lutem. Altini, të lutem. Duke ofenduar njëri tjetrin, ju dëmtoni dhe videon, dëmtoni chatin. Nuk dua komente politike, ju lutem. Po Samuel Dervishi është planifikuar për nesër Berati. Ishte planifikuar për sot, por nuk munda dot, për arsye se u vonova shumë në lushnje, bëra një video në lushnje dhe shiu më ngadalsoi kohën. Tani bateria të fundoi, kështu që më vjen shumë keq që duhet ta mbyll live streamin këtu. Ju falenderoj të gjithëve, maksimumi i personave në live stream ishte rreth 300 persona. 300 falënderime për të gjithë. Ju falenderoj të gjithëve që morën pjesë në live stream. Gjithë pjesë e komenteve. Unë bërë një video të vështirë fatikisht, sepse kushat atmosferike ishin pak vështira me çadër, me kështu, por besoj se kam bërë diçka të mirë për të gjithë shikuesit tanë. Unë ju falenderoj të gjithëve. Respekt për rinjë të ishit online edhe me ndoqët në transmitimin tim direkt.
do të shihni sërish, besoj se nesër unë do të jem në qytetin e Beratit. Aty do mundohem që të pastroj pikat kryesore që ka ky qytet. Shpresoj që të jeni dobishëm me pastrorimin e qytetit të Firit. Gjithashtu, ju të gjithë të bëni subscribe, kush dëshiron, kuptohet, por mund të edhe ta shpëndoj videon pasi të jetë bërë procesi. Sepse video besoj se të bërë procesi edhe cilësia do rritet. Gjithsesi, faleminderit shumë nga Firi, natën e mirë, kalofshi bukur dhe gëzuar.